Identifikohen 3 autor vjedhjesh në banesa dhe në lokale arrestohen 2 prej tyre. Si rezultati i hetimeve të kryera mbi disa destinacione për vjedhje në banesa dhe biznese, shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 6 në bashkëpunim me Komisariatin numër 2 në Tiranë kanë mundësuar zbardhjen e autorësisë së 4 rasteve. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë Ed, 20 vjeç, i dyshuar për përfshirje në vjedhje në një banese dhe 2 lokaleve gjatë periudhës maj-qershor. AK, 33 vjeç, i cili dyshohet se ka vjedhur një shumë parash ditën e djeshme në një banesë në fshatin Arban, ndërkohë shpallur në kërkim shtetasi Eg, 21 vjeç, bashkëpunëtor i dyshuar në rastet e vjedhjeve me Ed, policia vijon punën për kapjen e 21 vjeçarit të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme ku këta shtetas mund të jenë të përfshirë. Materialet proceduriale ja referuar prokurorisë rrethi gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme hetimore.